Për të tjerë në lajme do të ndiqni, hapet për qarkullim tuneli Murizi. Tashmë kalimi në rrugën e Arbrit është i plot, duke shkurtuar ndjeshëm kohën e udhëtimit Tiranë-Diber. Enti Regulatori i Energjisë jep licenca për prodhim energjie nga dielli. Në janar dhe shkurt 9 kompani morën të drejtën për ngritjen e impianteve. Qumshti në Shqipëri mbetet më i shtrenjtë se në Bashkimin Evropian. Kjo edhe pasi ka rritje të ndjeshme të çmimit në mjaft vendet Bashkimit Evropian. Dita e verës u festua në Elbasan, por edhe në kryeqytet. Në bulevardin Dëshmorët e Kombit pati aktivitete festive dhe panajir me produkte vendase. Ju përshëndet zonja dhe zotëri, ju njoh tani më gjerësisht me lajmet. Duke nisur nga dita e sotme 14 mars, rruga e Arbrit është plotësisht e kalueshme në të gjithë gjurmën e saj. Në përurimin e tunelit të Murizit, zëvendës kryeministja Balluku tha se kjo vepër është krenari për infrastrukturën shqiptare. Ndërkohë kryeministri Rama bëri me dije se në muajin prill përfundon edhe segmenti Maqellar-Peshkopi. Kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministria Belinda Balluku kanë inauguruar sot tunelin e Murizit, vepër në fundit të rrugës së Arbrit. Në ceremoni morën pjesë qindra qytetarë, ndërsa që prej mëngjesit janë zhvilluar një sër aktivitetesh në hyrje të tunelit. Zëvendës kryeministra Balluku shpreh se tashmë të dy tupat, ai trafiku dhe emergjencës janë plotësisht operacional. Ndryshe nga llogaraja, tuneli i Murizit është komplet i blinduar në hekur. Është plotësisht i përfunduar në gjithë komponentët e tij. Domethënë dhe ana ndërtimore dhe elektromekanike, gjithçka është funksionale, kemi bërë testet mbrëm deri natën vonë, nga ana tjetër edhe trupa e policisë rrugore e ka marrë tashmë detyrën për monitorimin. Gjithashtu këtu ndodhen të vendosura njësitë e zjarrfikseve dhe gjithçka është ashtu siç duhet. Në krahun tonë të djathtë kemi tunelin paralel që është tuneli i emergjencës. Sipas kodit rrugor, çdo tunel mbi 500 metra ka nevojë që të ketë tunel e emergjencës, ka 11 hyrje dhe dalje tuneli i emergjencës. Gjithçka është sipas parametrave. Në tunelin e emergjencës vazhdojmë me disa punime të fundit, por ndërkohë janë që të dy operacional. Nuk parashikohet që të ketë asnjë ndërprerje më të trafikut, duke qenë se siç jeni edhe ju ndjeni, e kemi mbajtur deri në detaj të fundit të mbyllur, sepse ky tunel ka pasur vështirësitë e tij, duke nisur nga gjeologjia dhe projektimi dhe gjithçka tjetër, por mund të themi që është një nga pjesët e krenarisë të infrastrukturës shqiptare padyshim. Është një vepër arti, duke qenë se tuneli është i gjithë i blinduar në hekur, përndryshe nuk do të qëndronte. Pra ne në këto momente nuk po kalojmë në një tunel të gërmuar, siç është rasti i Llogaras, por po kalojmë në një tunel i cili është i blinduar i gjithë në hekur. Ndërkohë kryeministri Rama theksoi se për pak javë në muajin prill do të përfundojë edhe segmenti Maqellar-Peshkopi. Tani duhet bërë edhe Maqellar-Peshkopia dhe nga Tirana ke shkallët, ke legjendarja Strita Demit. Maqellar-Peshkopi mbaron në prill. Po pra, do mbaroj në prill. Me hapjen e tunelit të Murizit, rruga nga Tirana në Dipër do të përshkohet për maksimumi 2 orë. Tuneli ka një gjatësi prej 3,78 kilometrash. Në 2 muajt e parë të këtij viti, Enti Regulatori i Energjisë ka licencuar 9 kompani për impiante të vegjël për prodhimin e energjisë nga dielli. Këto licenca vijnë pas atyre të vitit 2024, që ka shënuar dhe vlerën më të lartë të kapacitetit, kur u licencuan 17 kompani për një fuqi të instaluar 303 megawatt energji. Viti 2025 ka nisur me një numër të lartë licencash për prodhimin e energjisë nga dielli. Sipas të dhënave zyrtare nga Enti Regulatori i Energjisë, në total për 2 muajt e parë të vitit, janë licencuar 9 kompani për impiante të vegjël me kapacitet deri në 3 megawatt. 8 nga 9 centralet e licencuar parashikohet të pozicionohen në qarkun e Fierit. Po ashtu është licencuar dhe një impiant i madh 100 megawatt, gjithashtu i parashikuar për të zhvilluar në Darzes të Fierit. Këto licenca vijnë pas atyre të vitit 2024, që shënoi dhe vlerën më të lartë nga pikpamja e kapacitetit, që nga nisja e licencimit të kompanive në aktivitetin e prodhimit të energjisë nga ky burim energjie. Në total, gjatë vitit që shkoi, u licencuan mbi 303 megawatt energji diellore për 17 kompani që tashmë kanë marrë dritën jeshile, duke rritur kapacitetin që pritet të instalohet nga ndërtimi i parqeve. Licencat e para për prodhimin e energjisë nga dielli u dhanë në vitin 2018 për të kaluar në vitet 2019-2021, për gjatë të cilëve u licencuan vetëm 6 megawatt.
Pas kësaj periudhe filloi të shënohej një rritje e ndjeshme e numrit të kompanive dhe kapacitetit të planifikuar për të instaluar. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2022 u licencuan 15 kompani për projekte me kapacitet të instaluar të parashikuar prej 225.1 MW, ndërsa gjatë vitit 2023 u dhanë 9 licenca për një kapacitet total prej 102 MW. Aktualisht numërohen 62 kompani që kanë marrë licencat e tyre në aktivitetin e prodhimit e energjisë nga dielli, ndërkohë që projektet e tyre arrin në rreth 731 MW. Dhënia e këtyre lejeve merr një rëndësi të veçantë në drejtim të diversifikimit të burimeve të prodhimit të energjisë, duke qenë se aktualisht vendi është i varur ndjeshëm nga energjia ujore. Me uljen e çmimit të energjisë, konsumatorët familjar vetëm në muajin e parë të aplikimit të tarifës së re kanë përfituar 200 milion lekë. Këtë e ka bërë me di operatori shpërndarjes së energjisë elektrike. 1.7 milion abonent kanë përfituar nga ulja e çmimit të energjisë elektrike, teksa vlera e kursyer për faturën e muajit shkurt është 200 milion lekë. Të dhënat bëhen me dije nga operatori shpërndarjes së energjisë elektrike pas nisjes së aplikimit të skemës së re të tarifimit. Çmimet e reja të energjisë elektrike për konsumatorët familjar hynë në fuqi në datën 1 shkurt, teksa ulja e tarifave u reflektua te faturat që u paguan në muajin mars. Sipas tarifave të reja, familjet që konsumojnë deri në 700 kWh në muaj do ta paguajnë energjinë me 8.5 lekë për kWh pa TVSH, ndërkohë që për familjet me konsum nga 701 kWh në muaj e mëtej nuk ka asnjë ndryshim, pasi çmimi do të vijojë të jetë 9.5 lekë për kWh pa TVSH. Sipas përllogaritjeve, nga skema e re e tarifimit përfitojnë familjet që aktualisht kanë fatura energjie deri në 8.000 lekë në muaj, të cilët për të njëjtën sasi energjie të konsumuar paguajnë rreth 10.5% më pak. OSHE konsideroi sfidë tarifimin mujor në mënyrë që qytetarët të mos penalizohen në rast të leximit të vonuar dhe kalimit të pragut prej 700 kWh dhe për garantimin e leximit korrekt u shtuan 120 lexues të rinj, duke e çuar në 1000 numrin e punonjësve të leximit të energjisë elektrike në teren. Zhvillimi i energjisë rinovueshme, i burimeve natyrore, turizmit dhe zinxhiri ushqimor i shëndetshëm dhe i qëndrueshëm janë disa nga objektivat e strategjisë së specializimit inteligjent për vitet 2024-2030. Kjo strategji sapo ka hyrë në fuqi me objektivin për ta kthyer vendin në qendër inovacioni. Shqipëria është drejt rrugës së transformimit në një qendër inovacioni dhe zhvillimi, sapo ka hyrë në fuqi strategjia e specializimit inteligjent 2024-2030, e cila synon të identifikojë fusha premtuese, të referuara si fusha prioritare me qëllim nxitjen e inovacionit dhe zhvillimit të qëndrueshëm përmes ndërhyrjeve publike dhe private. Këto fusha prioritare identifikohen bazuar në pikat e forta ekonomike, inovative dhe shkencore të vendit, njohuritë e ekspertëve dhe dialogun me palët e interesit të sektorit privat, akademisë dhe shoqërisë civile. Pikërisht ky mospërcaktimi i fushave prioritare vetëm nga politikbërësit është një nga veçoritë kryesore të procesit strategjik. 3 nga fushat prioritare të kësaj strategjie janë energjia rinovueshme dhe burimet natyrore, turizmi, zinxhiri ushqimor i shëndetshëm dhe i qëndrueshëm. Fusha e parë synon konsolidimin e Shqipërisë si lider në energjinë rinovueshme dhe menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve. Për këtë parashikohet rritja e investimeve në energjinë rinovueshme, duke përfshirë liberalizimin e tregut të energjisë, përmirësimi i procedurave për dhënien e lejeve dhe licencave për kompani që operojnë në këtë sektor, investimi në zhvillimin e rrjeteve inteligjente dhe sistemeve të ruajtjes së energjisë, rritja e infrastrukturës energjetike duke përfshirë ndërtimin e qendrave teknologjike dhe stacioneve të karikimit për të mbështetur transportin elektrik dhe të tjera. Gjithashtu, objektiv është edhe zgjerimi i depozitave ekzistuese minerale dhe eksplorimi i depozitave të reja. Prioriteti i turizmit synon të tërheqë një audiencë globale duke ruajtur integritetin ekologjik dhe historik të vendit. Strategjia mbështet përmirësimet e infrastrukturës, proceset e marketingut dhe projektet e bazuara në komunitet që përmirësojnë përvojat e vizitorëve dhe nxisin zhvillimin ekonomik lokal. Ndërkohë, prioriteti i tretë thekson kalimin drejt bujqësisë organike dhe prodhimin e ushqimit të qëndrueshëm. Ai mbështet adoptimin e praktikave që garantojnë dhe përmirësojnë sigurinë ushqimore, si dhe reduktojnë ndikimin mjedisor të bujqësisë. Me qëllim arritjen e objektivave të këtyre sektorëve prioritar do të ndërmerren disa masa që përfshin zhvillimin e kapitalit njerëzor, mbështetjen e kërkimit dhe inovacionit, mbështetja e mjedisit të biznesit dhe inovacionit, digitalizimin në drejtim të inteligjencës artificiale dhe lidhshmërisë, ose ndryshe konektiviteti. Kjo strategji është hartuar në përputhje me strategjinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian.
Bizneset kanë marrë mbrapsht afro 224 milion euro të vëshë të rimbursuar për gjatë vitit 2024. Më shumë se gjysma e vlerës së rimbursuar është përfituar nga tatimpaguesit e mëdhenj. Për gjatë vitit 2024, administrata tatimore ka rimbursuar të vëshën kundrejt bizneseve në një vlerë totale FIFO dhe këste prej afro 22.4 miliard lek apo 224 milion euro, rreth 1.1% më pak se në 2023. Sipas të dhënave zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, gjatë periudhës janar-dhjetor 2024, janë regjistruar 2678 kërkesa për rimbursim, nga 2877 kërkesa të regjistruara në 2023, me vlerë totale 38.7 miliard lek. Gjithsej janë pranuar 1652 kërkesa me vlerë 27.5 miliard lek dhe 1026 kërkesa me vlerë 11.2 miliard lek nuk janë pranuar për mos plotësim të kritereve ligjore. Nga 1652 kërkesa të pranuara, 95 kërkesa me vlerë 858 milion lek janë bërë nga tatimpagues të klasifikuar si eksportues me risk zero, kërkesa të cilëve duhet të miratohet dhe rimbursohet automatikisht brenda 30 ditëve. 866 kërkesa me vlerë 11.9 miliard lek janë bërë nga tatimpagues të klasifikuar si eksportues, kërkesa të cilëve duhet të miratohet dhe rimbursohet brenda 30 ditëve. 691 kërkesa me vlerë 14.7 miliard lek janë bërë nga tatimpagues të klasifikuar si jo eksportues, kërkesa të cilëve duhet të miratohet dhe rimbursohet brenda 60 ditëve nga data e kërkesës. Pjesa më e madhe e vlerës së rimbursuar, rreth 57.7%, është dhënë për tatimpagues të mëdhenj. Në lidhje me kohën e procesimit për periudhën janar-dhjetor 2024, janë miratuar dhe rimbursuar 1601 kërkesa FIFO dhe koha mesatare e procesimit ka qenë 31 ditë dhe 56% e kërkesave janë procesuar brenda 30 ditëve. Rreth 43% e kërkesave janë procesuar brenda afatit 60 ditor, vetëm 1% e kërkesave janë procesuar mbi 120 ditë dhe kryesisht arsyeja ka qenë mos pagimi i detyrimeve të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nga ana e tatim-paguesve. Deri në fund të vitit 2024, në drejtorinë e rimbursimit rezultojnë se janë në proces në total rreth 258 kërkesa, me një rritje në numër rreth 71% krahasuar me 2023-shin. Mbi 41.000 individ ende nuk e kanë plotësuar deklaratën vjetore individuale të të ardhurave. Afati i fundit është data 31 mars. Në rastet kur individët nuk bëjnë deklarimin e afat, penalizohen me gjobë në vlerën e 3.000 deri 10.000 lekëve. Mbi 41.000 individ nuk kanë plotësuar deklaratën individuale të të ardhurave për vitin 2023, çka reflektohet në të ardhurat në buxhet në vitin 2024. Referuar të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve ndarë sipas qarqeve, numri më i lartë i individëve që kanë shkelur ligjin është në Tiranë me 19.249, ndjekur nga Drejtoria e Tatim-paguesve të mëdhenj me 8.854 individ që nuk kanë përmbushur detyrimin ligjor dhe më pas renditën drejtoritë rajonale Durrës, Fier dhe Elbasan. Në rastet kur individët për një arsye apo për një tjetër nuk bëjnë deklarimin e afat, penalizohen me gjobë në vlerën 3.000 deri në 10.000 lek. Sipas të dhënave zyrtare të administratës tatimore, diva është plotësuar nga 73.790 individ, nga të cilët 24.224 individ me të ardhura mbi 2 milion lek, pragi i cili ishte në fuqi deri në vitin 2023, dhe 49.566 individ të dypunësuar. Ndërsa këtë vit rregullat për deklarimin e të ardhurave përmes divas do të jenë ndryshe nga më parë. Në ligjin për tatimin mbi të ardhurat përcaktohen kategoritë se kush duhet të deklarojë të ardhurat në administratën tatimore. Konkretisht, një individ është detyruar të dorëzojë një deklaratë vjetore tatimore personale, kur të ardhurat e tij vjetore janë më shumë se 1.2 milion lek në vit nga të gjitha burimet. Kur është në marrëdhënie punësimi më shumë se një punëdhënës, pavarësisht nga shuma e të ardhurave që merr nga punëdhënësit, si dhe kur ka më shumë se 50.000 lekë të çdo të ardhurat tjetër që nuk i nënshtrohen tatimit përfundimtar në burim. Po ashtu çdo person fizik që kryen veprimtari ekonomike është i detyruar të dorëzojë deklaratën tatimore vjetore për të ardhurat nga biznesi. Në pragun e ri prej 1.2 milion lek, numri i individëve që kanë detyrim deklarimi arrin në rreth 140.000 të punësuar. Afati i fundit për plotësimin e deklaratës individuale vjetore të ardhurave për vitin 2024 është data 31 mars. Sipas të dhënave të analizuara nga Scan Intel, mbetet shqetësues niveli i papunësisë tek të rinjt. Shqipëria dhe Spanja me një normë të barabartë të papunësisë kryesojnë Europën me vlerën më të lartë të normës të të rinjve të moshës 15 deri 29 vjeç. Treguesit e punësimit duket se kanë vijuar me përmirësime përgjatë vitit 2024 në krahasim me vitet më parë. Shifrat zyrtare tregojnë se përgjatë tremujorit të fundit të vitit, shkalla zyrtare e papunësisë në Shqipëri sa i përket popullsisë 15 vjeç dhe lart regjistrohet në 8.8%, nga 9.5% që ishte në tremujorin e fundit të vitit 2023.
Sipas këtyre të dhënave, shkalla zyrtare e papunësisë u ul me 0.7% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, por është rritur krahasuar me 3 mujorin e tretë të të njëjtit vit. Nga të dhënat, niveli i papunësisë për vitin 2024 vlerësohet më poshtë se vitet e tjera, por ajo që mbetet shqetësuese është niveli i papunësisë tek të rinjt. Treguesi për këtë grup mosh vijon të mbetet me numra dyshifror dhe ndjeshëm më i lartë se grup moshat e tjera. Për 3 mujorin e fundit të vitit, treguesi vlerësohet në 19.1%, duke u rritur nga 2-3 mujorët e mëparshëm. Nëse i kryqëzojmë të dhënat me ato të Eurostat sa i përket 3 mujorit të fundit të vitit kaluar, shohim se Shqipëria dhe Spanja me një normë të barabartë të papunësisë kryesojnë Europën me vlerën më të lartë të normës tek të rinjt e grup moshës 15 deri në 29 vjeç. Ndiqen në rënditje nga Greqia, Serbia, Suedia dhe Finlanda, ndërkohë Malta, Gjermania dhe Çekia regjistrojnë normën më të ulët. Mesataria e Bashkimit Evropian vlerësohet në 11.2% në 3 mujorin e 4 të vitit 2024. Papunësia e lartë tek të rinjt në Shqipëri është një problem kompleks që ndikon negativisht në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, ndërkohë që ka mungesë të fuqisë punëtore në disa sektor, shumë të rinj mbeten të papunë. Kjo situatë mund të shpjegohet me disa faktorë kryesor. E para lidhet me emigrimin. Një pjesë e madhe të rinjve zgjedhin të emigrojnë për të gjetur mundësi më të mira ekonomike jashtë vendit. Kjo ndikon në të kurrjen e grup moshës së re dhe në rritjen e papunësisë afatgjatë. Mungesa e mundësive të punës, mungesa e përgatitjes profesionale dhe dekurajimi mund të jenë disa faktorë të tjerë. Shumë të rinj nuk kanë aftësitë e nevojshme për tregun e punës, duke bërë që të mos jenë të përgatitur për pozicionet e kërkuara nga punëdhënësit. Pagat në sektorin e ndërtimit vitin e kaluar kanë regjistruar rritjen më të lartë me 15% sipas të dhënave nga Instat. Shkaku kryesor është mungesa e fuqisë punëtore dhe aksionet e ndërmarra kundër informalitetit. Pagat vazhduan rritjen konstante edhe për gjatë 3 muajve të fundit të vitit të kaluar, por ajo që bie më shumë në sy është se në sektorin e ndërtimit, pagat e punojësve u rritën me 15% në krahasim me 3 mujorin e fundit të vitit 2023, duke arritur në 67.000 lekë sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave. Rritja e pagave ka ardhur si rezultat e kërkesës madhe për punëtori dhe realisht tregu po vuan për punëtori, sidomos tregu i ndërtimit, fusha e ndërtimit po vuan sepse ne po kemi një boom ndërtimesh, njerëzit janë po këto që janë dhe realisht ka dhe import, nëse mund ta quajmë import, njerëz që vinë nga vendet e treta e tjera që vinë për të punuar. Dhe sigurisht këto përkthehen në kosto më të larta. Por një ndikim në rritjen e pagave në këtë sektor kanë patur dhe aksionet kundër informalitetit. Mungesa e fuqisë punëtore nuk pritet të sjellë vetëm një rritje të pagave për punonjësit e këtij sektori, por ndikuan drejt për drejt edhe në rritjen e çmimit të apartamenteve për shkak të shtimit të kostove të ndërtimit. Po sigurisht që zë goxha. Punëtoria sot është goxha e paguar në fushën e ndërtimit, nga që ka mungesë. Nga që ka mungesë janë të detyruar të paguajnë më lart dhe sipas të dhënave të Institutit të Statistikave për gjatë vitit të kaluar u dha rreth 1336 leje ndërtimi, duke qëndruar në nivele të larta dhe duke bërë që kërkesa për fuqi punëtore të mbetet e lartë. Qumshti në Shqipëri vijon të mbetet më i shtrenjtë se në Bashkimin Evropian, kështu sipas të dhënave më të fundit, çmimi mesatar i qumshit në Shqipëri është 155 lekë për litër, ndërsa në Bashkimin Evropian është afërsisht 53 lekë për litër. Inflacioni i përgjithshëm për muajin shkurt rezultoi në 1.9% sipas publikimit më të fundit të Instat. Një nga kategoritë që ka shënuar rritjen më të lartë është ajo e produkteve qumësh, djathë dhe vezë, e cila rënditet ndër sektorët kryesor mes grupit të ushqimeve me një normë inflacioni prej 2.8%. Megjithatë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kjo kategori ka shënuar një rënje prej 2.1%, pasi në shkurt të vitit 2023 inflacioni për këtë grup produktesh ishte 4.9%. Ndërkohë, sipas të dhënave të Eurostat, çmimi i qumshit në vendet e Bashkimit Evropian ka pësuar një rritje të ndjeshme. Në 3 mujorin e fundit të vitit 2024, çmimet e qumshit në BE u rritën mesatarisht me 15.3%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Rritjet më të mëdha u regjistruan në Irlandë, Lituani, Belgjikë dhe Suedi, po si ka qenë trendi i qumshit në Shqipëri. Të dhënat tregojnë se edhe në vendin tonë çmimi i qumshit ka pësuar ndryshime gjatë 3 muajit të fundit të vitit 2024. Në tetor, 1 litër qumësh kushtonte 156.2 lekë, në nëntor çmimi u rrit lehtë në 156.4 lekë, ndërsa në dhjetor ra në 155.9 lekë. Nga ana tjetër, nëse i referohemi sërish listës së çmimeve nga Instat, 1 litër qumësh në janar të këtij viti kushtonte rreth 155.7 lekë. Pavarësisht rritjes së ndjeshme të çmimit të qumshit në Europë, ai vijon të mbetet më i ulët se në Shqipëri. Për 3 mujorin e fundit të vitit 2024, çmimi mesatar i qumshit në vendet e BE-s ishte rreth 0.53 euro për litër, ekuivalent me 53.3 lekë, që është dukshëm i ulët se çmimi në tregun shqiptar.
Festa pagane e ditës së verës është festuar edhe në kryeqytet. Përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit nuk kanë munguar aktivitetet festive dhe produktet vendase si ballokumet, veroret e të tjerë. Dita e verës mbush rrugët e Shqipërisë me gëzim, festime dhe aromë në ballokumeve. Kjo festë tradicionale shënon ardhin e pranverës, duke gjallëruar vendin me aktivitete dhe panaire. Por, përtej simbolikës, ajo ka edhe një ndikim ekonomik, duke nxitur tregtinë vendase. Në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku përqendruan kryesisht festime në kryeqytet, zejtar të ndryshëm shfrytzuan këtë ditë për të reklamuar produktet e tyre, ku nuk munguan as ato të agroturizmit. Qëllimi kryesor është reklamimi një diçkaje që ne kemi, që jo të gjithë e dim për shembull si glikoja arrës apo diçka tjetër apo mistrat apo çdo gjë që ne kemi në agroturizëm për t'ia treguar më nga afër qytetarit apo kujdo që të jetë. Për gjëra që kemi sjellë këtu, njerëzit janë të interesuar dhe të shikojnë se çfarë ne ofrojmë dhe të blejnë diçka për ta provuar në shtëpi apo pak më vonë. Edhe vjet kishte shumë punë, se ishte koha më e bukur, sot ndikojnë që këshiu edhe u ashtu prapë shumë bukur, gëzuar. Përshëndetje dhe gëzuar ditën e verës, nëse mund të quajmë një lloj feste. Deri tani nuk është se ka patur ndonjë bum të madh, njerëzit kanë preferuar më shumë të kalojnë, të shijojnë ditën, edhe pse dielli nuk është se ishte shumë favorin tonë sot, ose koha e mirë, por gjithsesi kanë preferuar të bëjnë një shëtitje me familjarët, dhe ajo që mund të kenë përzgjedhur më shumë mund të jetë ndonjë lule për të dhuruar mamas, ose ndonjë tullumbace që fëmijët priren më shumë për t'i preferuar. Ballokumet si mëlsira kryesore e kësaj feste shoqëruan qytetarët në rrugë, por nuk munguan as veroret, lulet dekorative, librat, produkte të ndryshme të agroturizmit dhe madje edhe bagëtitë e imta. Sipas statistikave, Shqipëria renditet në një pozicion të mirë sa i takon praktikimit të gjuhës angleze, duke marrë vendin e 40 në botë mes 117 shteteve. Në vendin e parë renditet Holanda, që vlerësohet me 647 pikë dhe me shkallë të leximit dhe shkrimit prej 99%. Global Relocate ka nxjerrë së fundmi disa statistika të cilat rëndisin aftësinë e gjuhës angleze për vitin 2025 dhe tregon se sa mirë flitet gjuha në disa vende të botës. Në këto statistika vihet re se Shqipëria renditet në një pozicion të mirë sa i përket praktikimit të gjuhës angleze, duke marrë vendin e 40 në botë mes 117 shtetesh. Këto të dhëna janë mbledhur bazuar në testimin e 2.2 milion të rriturve në 100 vende, gjë që lejon një vlerësim të saktë të aftësisë së gjuhës angleze në mbar botën. Global Relocate ka renditur në vendin e parë Hollandën, duke vlerësuar me 647 pikë dhe me një shkallë të leximit dhe shkrimit prej 99%. Nga ana tjetër, Shqipëria ka arritur të grumbullojë 533 pikë dhe bazuar në leximin dhe shkrimin e materialit, shkalla vlerësohet prej 98%. Duke ju referuar edhe të dhënave nga censi, rreth 37.000 qytetarë shqiptar flasin një gjuhë të huaj përveç asaj amtare. Krahasuar me një vit më parë, Shqipëria ka arritur të renditet në 3 vende më lart në tabelë, pasi në vitin 2024 ishte në vendin e 43. Por për sa i përket shteteve europiane, Shqipëria ndodhet në 2 vendet e fundit, duke mos u renditur aq pozitivisht në kontinent. Nga ana tjetër, Shqipëria ka lënë pas shtete shumë të zhvilluara si Franca, Kina apo Japonia. Një tjetër faktor që vjet re është se vendet europiane kryesojnë në listë duke folur gjuhën angleze më mirë se pjesa tjetër e botës. Vendi i fundit në renditje është Sudani i Jugut, ku në mesin e banorëve u regjistrua aftësia më e ulët e gjuhës angleze. Gjithsesi, statistikat globale tregojnë se njerëzit e moshës 26 deri në 30 vjeç janë më të aftë në anglisht. Vijojmë me lajmet nga arena ndërkombëtare. Lufta tregtare e Shtetit Bashkuar e Bashkimit Evropian mund të sjellë pasoja për ekonominë, por edhe për konsumatorët evropian. Gjithashtu, tarifat e administratës Trump mund të shkaktojnë një recesion në Shtetet e Bashkuara, duke ndikuar kështu edhe në tregjet global. Spektri i një lufte tregtare transatlantike shfaqet përsëri mbi Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Në 12 mars, Shtetet e Bashkuara aplikuan një tarif për 25% për importet e çelikut dhe aluminit dhe Unioni u përgjigj me kundërmasa. Në deklaratën e saj, presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen theksoi se tarifat dëmtojnë bizneset dhe akoma më keq konsumatorët. Ekspertët e ekonomisë argumentojnë se tarifat nuk do të jenë kurrë fitimprurse. Sipas tyre, çdo politikë tarifore do të ndikojë në mjetet e prodhimit, pra kur bëhet fjalë për rezervat natyrore si çeliku dhe alumini, përfundimisht do të kenë ndikim në makinën e prodhimit në nivel të Bashkimit Evropian. Megjithatë, thonë ekspertët, ne nuk mund të jemi të sigurt se nëse këto tarifa shoqërohen me politika shtesë nga institucionet e Bashkimit Evropian dhe nuk e dim se kjo përgjigje për 26 miliardë euro
nga Bashkimi Evropian do të krijojë në fund të fundit një ndikim inflacionist për qytetarët e bllokut. Ulëmtimi më i fundit nga Instituti Gjerman Kiel Institut tregon se tarifat e ngritura nga Shtetet e Bashkuara ndaj Bashkimit Evropian para së gjithashtu do të dëmtojnë Shtetet e Bashkuara kur bëhet fjalë për inflacionin, nivelet e punësimit dhe ato të rritjes ekonomike. Por çfarë ndodh me qytetarët evropian? Ndikimi tek qytetarët evropian, thonë ekspertët, është diçka që nuk mund ta parashikojnë për momentin, sepse ka mënyra të ndryshme se si tarifat mund të ndikojnë në fund te qytetarët. Sipas tyre, këta të fundit mund ta kalojnë konsumin e tyre tek mallrat vendase kur shohin që ato të importuara po shtrenjtohen. Megjithatë, ekzistojnë edhe dy probleme shumë të rëndësishme si reagimi monetar dhe ai i tregut financiar. Por a kanë europianët alternativa të mjaftueshme? Ekspertët besojnë se Bashkimi Evropian mund të zëvendësojë, nëse jo të gjitha, shumicën e produkteve amerikane, siç janë automjetet elektrike. Ne vumre me rënien e shitjeve të Teslas, por edhe një nga mjetet më të përdorura të inteligjencës artificiale si ChatGPT mund të zëvendësohet nga alternativa franceze Mistral AI. Ekspertët mendojnë se edhe nëse marrin parasysh disa nga produktet më të përdorura, ndoshta me përjashtim të Google, shumica dërmuese mund të zëvendësohen realisht, por ato që nuk mund të zëvendësohen janë dominimi i Shteteve të Bashkuara mbi sistemin financiar dhe veçanërisht në tregjet e kapitalit. Sipas analizëve, Bashkimi Evropian mbetet i varur nga sistemi financiar amerikan. Një recesion i mundshëm në SBA mund të ndikojë në ekonominë europiane, sepse Bashkimi Evropian nuk mund të jetë imund ndaj pasojave. Ekonomistët shpjegojnë se ne jemi ende të pasigurt se çfarë do të ndodhë me SBA-n dhe rrjedhimisht me rritjen ndërkombëtare. Edhe Donald Trump përmendi se gjërat mund të përkeqësohen përpara se të përmirësohen, dhe nëse mbajmë këtë parasysh, kjo mund të përkthehet në një recesion me ndikim në mbar botën. Megjithëse Bashkimi Evropian ka reaguar ndaj krizave globale në mënyrë më efektive në të kaluarën, bloku është ende mjaft i papërgatitur për të marrë me një recesion të gjerë global dhe kjo duhet të ndryshojnë, shpjegojnë ekonomistët. Agjencia e Ushqimit dhe e Bujqësisë ka pezulluar projektet pas ndalimit të financimeve vjetore prej $300 milion nga Shtetet e Bashkuara. Ky është vetëm shembulli i fundit i agjencive të ndihmave të huaja që janë goditur nga administrata Trump. Projektet e ndihmave në vendet e goditura nga kriza, duke nisur nga Afganistani deri në brirjen e Afrikës, janë pezulluar dhe stafi është shkurtuar pasi presidenti amerikan Donald Trump ngriu $100 milion fonde vjetore për Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë FAO. Shkurtimet pritet të thellojnë pasigurinë ushqimore në shumë rajone që tashmë vuajnë nga goditjet klimatike, konflikte dhe paqëndrueshmëri ekonomike, paralajmërojnë ekspertët e ndihmës. Ndërprerja e mbështetjes bujqësore të FAO-s mund të ketë pasoja afatgjata, duke i bërë komunitetet e cënueshme edhe më të varura nga ndihma ushqimore emergjente. Të gjitha aktivitetet e projektit duhet të pezullohen me efekt të menjëhershëm, thuhet në një memorandum të brendshëm të organizatës. Udhëzimi udhëzon stafin të ndalojë angazhime të reja financiare dhe të pezullojë aktivitetet e financuara nga qeveria e SBA-s. Si rezultat, zyrat në terren kanë filluar tashmë shkurtimin e kontratave, ngrirjen e rekrutimit dhe vonimin e programeve kryesore bujqësore dhe të sigurisë ushqimore. Shkurtimet pasqyrojnë lëvizjet që kudasin tashmë agjencitë e tjera të OKB-s, si programi botëror i ushqimit që ka regjistruar mbyllje të zyrave dhe reduktime drastike të racioneve në mbar botën. Ky nuk është vetëm një problem i FAO-s. Çdo agjenci humanitare është e prekur në një farë mënyre, tha një punonjës në terren. Është katastrofike. SBA-ja është një nga donatorët më të mëdhenj, duke kontribuar me 10 miliarda në vit. Nëse ato parash duken brenda natës, nuk ka asnjë grup të vetëm ndihme që nuk do ta ndijë mungesën. Në vende si Afganistani dhe Sudani nuk ka asnjë tjetër që jep ndihmë në këtë shkallë. Kjo do të thotë se miliona mund të bien përsëri në urinë e nivelit të krizës. Agjencia me bazë në Rom, e cila mbikëqyr sigurinë globale të ushqimit dhe bujqësinë, mori $307 milion nga SBA-ja vitin e kaluar, rreth 14% të buxhetit të saj. Pjesa më e madhe e fondeve mbështet programet e emergjencës dhe elasticitetit në vende të tilla si Afganistani, Sudani i Jugut dhe Somalia, ku miliona njerëz përballen me pasiguri akute ushqimore për shkak të luftës, fatkeqësive klimatike dhe paqëndrueshmërisë ekonomike. Ndërsa shkurtimet në programin botëror të ushqimit që mund të rezultojnë në miliarda dollarë në fonde të humbura, ka shkaktuar mbylljen e zyrës në Afrikën Jugore dhe përgjysmimin e racioneve për refugjatët në Bangladesh. Të dy agjencitë shpesh veprojnë së bashku pasi FAO ofron asistencë teknike, mbështetje politike dhe promovon praktikat bujqësore për të ndihmuar fermierët të kultivojnë ushqimin, ndërsa programi ushqime shpërndan produkte në kohë krize. Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha se Shtetet e Bashkuara po largoheshin nga programet e ndihmës shumë palëshe që nuk i shërbenin interesave thelbësore kombëtare. Agjencia e Ushqimit udhëzon zyrat e vendit të
presin çdo komunikim të jashtëm në lidhje me programet e financuara nga SBA-ja. Punonjës të shumë, si në selin qendrore në Rom ashtu dhe në terren, nuk pranuan të flasin në proces verbal, duke përmendur frikën e hakmarrjes. FAO është vetëm një nga viktimet e kolapsit më të gjerë të ndihmës së huaj të SBA-s. Administrata Trump ka mbyllur tashmë 83% të programeve të USAID duke anuluar 5200 kontrata e duke pushuar nga puna mira punonjës të ndihmës. Më përpara, agjencia ka shpërndar pjesën më të madhe të buxhetit të ndihmës së huaj për 60 miliard dollarësh të SBA-s. Vendimi i fundit i qeverisë italiane do të rrisë akcizën për naftën dhe do të reduktojë për benzinën. Ky dekret do të gjenerojë të ardhura shtesë për transportin publik, ndërsa konsumatorët do të përballen me ndryshime në çmimet e karburanteve. Akciza është një rirenditje dhe jo rritje, siç ka dashur të nënvizojë më shumë se një përfaqësues i qeverisë italiane, që përfundoi dekretin legjislativ për këtë çështje. Vendimi mori aprovimin përfundimtar në Këshillin e Ministrave. Fakti është se akcizat janë të renditura, por të ardhurat po rriten. Kjo vërtetohet nga vetë dispozita, e cila cakton shprehimisht burimet e rritura që arrjedhin nga ndryshimet në tarifat, në fondin kombëtar për transportin publik dhe në fondin për delegimin. Në rastin e parë, fondet e reja do të përdoren për mbylljen e rinovimit të kontratës së operatorëve të autobusëve, tramvaj dhe kurudhave, të bllokuara prej muajsh pikërisht në pagesën e burimeve të konsideruara të pamjaftueshme nga sindikatat e sektorit. Këtë e di mirë kushdo në qytetet italiane që u desh të përballonte grevat e shumta këtë dimër. Për sa i përket kuotës së dytë, në vend të kësaj, ata që drejtojnë një makinë me naftë dhe do të shohin rritjen e faturës, mund ta konsiderojnë koston shtesë si një lloj parapagimit të përfitimeve tatimore që pritet në fazat e ardhshme të zbatimit të reformës. Por për momentin ky është një bast i verbër, sepse do të jetë nevojshme të shihet audienca dhe pesha specifike e masave të reja, të thirrura për të bërë rrugën e tyre në një kuadër llogarish publike, që bëhet çdo ditë e më i pasigurt nga luftrat tregtare dhe të panjohurat ndërkombëtare. Megjithatë, më e qartë është fatura për ata që kërkojnë naftë tek distributori dhe anasjelltas, zbritje në krahasim me sot për ata që drejtojnë makina me benzinë, por si do të realizohet kjo? Së pari, mekanizmi përshkruar në dekret parashikon një rritje të akcizës për naftën dhe një ulje ekuivalente të atyre që aplikohen për benzinën. Sot akciza e benzinës është 72.8 cent për litër, ajo e naftës 61.7 cent. Diferenca është 11.1 cent, kështu që gjysma duhet të jetë në 67.25 cent, me një rritje prej 5.55 për naftën dhe një ulje ekuivalente për benzinën. Për të arritur qëllimin do të duhen 5 vjet nga tani, me një rritje vjetore midis 1 deri 1.5 cent. Së dyti, rritja e naftës dhe zbritja e benzinës janë ekuivalente, por nafta shitet shumë më tepër se benzina. Në vitin 2024 në Itali u blen gati 28.8 miliard litra naftë dhe 12.3 miliard litra benzinë. Me konsumin e vitit të kaluar, çdo rregullim për 1 cent ka vlerën e rreth 165 milionëve në vit, që është balanca mes 288 milionëve më shumë të paguara për naftë dhe 123 milionëve më pak të paguara për benzinën. Në fund të shtrirjes arrihen 1.1 miliard të ardhura shtesë, që është diferenca mes 1.93 miliard euro më shumë për naftën dhe 830 milion euro më pak të marra nga benzina. Megjithatë, nafta e përdorur në bujqësi dhe biokarburante do të zbritet nga llogaria, cila do të ruaj normën e reduktuar. Kontrata drejtuesve të autobusëve, hekurudhave dhe tramvajt me një kërkesë prej 500 milion eurosh është e destinuar të përdorë rreth gjysmën e të ardhurave të reja. Rusia po përdor kriptovalutat në tregtinë e saj të naftës për të shmangur sanksionet perëndimore. Përdorimi i kriptove në këtë sektor po rritet, duke u bërë pjesë e rëndësishme e totalit të përgjithshëm rus. Rusia po përdor kriptovalutat në tregtinë e saj të naftës me Kinën dhe Indin për të shmangur sanksionet perëndimore, sipas 4 burimeve me njohuri të drejtë për këtë çështje. Edhe pse Rusia ka inkurajuar publikisht përdorimin e kriptove dhe verën e kaluar miratoi një ligj për të lejuar pagesat me monedë digjitale në tregtinë ndërkombëtare, përdorimi i saj në tregtinë e naftës nuk është raportuar më parë. Disa kompani ruse të naftës po përdorin Bitcoin, Ether dhe monedha të qëndrueshme si Tether për të zbutur konvertimin e juanit kinez dhe rupisë indiane në rubla ruse, than burimet. Sipas tyre, kjo është një pjesë e vogël, por në rritje e tregtisë së përgjithshme të naftës ruse. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, totali tregtar i naftës ruse kishte një vlerë prej 192 miliard dollarësh vitin e kaluar. Kriptovalutat kanë ndihmuar që vendet në sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si Irani dhe Venezuela, të vazhdojnë funksionimin e ekonomive të tyre, duke shmangur përdorimin e dollarit, që është monedha e preferuar për transaksionet në tregun
Fond Global të Naftës. Masa e Rusisë vjen pasi Venezuela përshpejtoi përdorimin e saj të monedhave digjitale në eksportet e naftës së papërpunuar, pasi Washingtoni rivendosi sanksionat. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump po kërkon të përmirësojë marrëdhëniet me Rusinë, ndërsa i shtyn për të dhënë fund luftës në Ukrainë, por mbetet ende e paqartë nëse sanksionet do të hiqen. Reuters raportoi se Shtëpia e Bardhë po hartonte opsione për lehtësimin e sanksioneve, por Trump postoi më 7 mars një njoftim se ai po konsideron më shumë sanksione ndaj Rusisë. Oferta globale e naftës mund të tejkalojë kërkesën në vitin 2025, njoftoi Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë. Megjithatë, tensionet tregtare dhe mbi prodhimin nga disa shtetet OPEC+ mund të pengojnë balancimin e këtij tregu. Oferta globale e naftës mund të tejkalojë kërkesën me rreth 600.000 fuqi në ditë këtë vit, tha Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë në një raport mujor. Ky suficit mund të rritet me 400.000 fuqi të tjera në ditë, nëse OPEC zgjeron zbutjen e shkurtimeve të prodhimit dhe nuk arrin të frenojë mbiprodhimin kundrejt kuotave, tha agjencia me bazë në Paris. Raporti për tregun e naftës në shkurt kishte sugjeruar një tepritje pak më të ngrohtë për rreth 500.000 fuqish në ditë, sipas Reuters. Agjencia reduktoi parashikimin e rritjes së kërkesës për naftë në vitin 2025 me 70.000 fuqi në ditë në rreth 1 milion fuqi në ditë. Rritja është nxitur kryesisht nga Azia, veçanërisht nga industria petrokimike e Kinës. Të dhënat nxjerrin në pa detyrë me të cilën përballet grupi i prodhuesve OPEC për të balancuar tregun e naftës këtë vit, pasi tensionet në rritje të tregtisë globale mund të ulin kërkesën, ndërsa oferta vazhdon të rritet. Kushtet makroekonomike që mbështesin parashikimet tona për kërkesën për naftë u përkeqësuan gjatë muajit të kaluar, pasi tensionet tregtare u përshkallëzuan midis SBA-s dhe disa vendeve të tjera, tha Agjencia e Energjisë, duke shtyrë atë të rishikojë vlerësimet e rritjes së kërkesës. Për sa i përket ofertës, raporti parashet dyfishimin e rritjes globale për vitin 2025 në krahasim me ritmin e rritjes në vitin 2024 në rreth 1.5 milion fuqi në ditë, duke supozuar se OPEC do të mbajë nivele të shkurtuara pas zbutjes së planifikuar të prillit. Agjencia tha se OPEC mund të shtojë vetëm rreth 40.000 fuqi nafte në ditë në treg pas reduktimit të shkurtimit në muajin prill nga Arabia Saudite dhe Algjeria, pasi mbiprodhimi i vazhdueshëm nga shtetet e tjera anëtare nuk lë hapësirë për rritje të mëtejshme. Kompanitë e mëdha si Amazon, Google dhe Meta kanë shprehur mbështetjen e tyre për të trefishuar kapacitetin global të energjisë bërthamore. Ky burim është kritik për të furnizuar qendrat e inteligjencës artificiale. Amazon, Google dhe Meta deklaruan se mbështesin përpjekjet për të arritur të paktën trefishimin e energjisë bërthamore në mbar botën deri në vitin 2050. Kompanitë e teknologjisë nënshkruan një votim të miratuar për herë të parë në dhjetor 2023 nga më shumë se 20 vende, përfshirë SBA-n në konferencën e OKB-s për ndryshimet klimatike. Institucione financiare si Banka e Amerikës, Goldman Sachs dhe Morgan Stanley e mbështetën premtimin vitin e kaluar. Votimi nuk është i detyrueshëm, por thekson mbështetje në rritje për zgjerimin e energjisë bërthamore midis industrive kryesore, financave dhe qeverive. Amazon, Google dhe Meta janë nxitur gjithnjë më të rëndësishëm të kërkesës për energji në SBA, ndërsa ndërtojnë qendra të inteligjencës artificiale. Sektori i teknologjisë po kthen vëmendjen nga energjia bërthamore, pasi ka arritur në përfundimin se vetëm burimet e rinovueshme nuk do të jenë të mjaftueshme për nevojat e tyre energjetike. Amazon dhe Google njoftuan investime tetorin e kaluar për të ndihmuar në ndërtimin e reaktorëve të vegjël bërthamor, një teknologji ende në zhvillim që industria shpreson se do të ulë koston dhe afatet kohore. Energjia bërthamore, një burim i energjisë së pastër, gjeneron 9% të energjisë elektrike në botë nga 439 reaktorë sipas të dhënave. Në janar të vitit të kaluar, çmimet e oksidit të uraniumit, i cili përdoret në teknologjinë bërthamore, arritën nivele më të larta në mbi 16 vjet për shkak të pasigurisë së ofertës dhe kërkesës më të lartë. Pavarësisht kërkesës, oferta është ende e kufizuar pasi prodhimi global i uraniumit është i përqendruar shumë në Kazakistan, Kanada dhe Australi, duke përbërë rreth 2/3 e totalit botëror në vitin 2022. Çmimet botërore të kafes u rritën në nivele rekord në vitin 2024, kryesisht për shkak të kushteve të pafavorshme klimatike. Kjo ka sjellë prodhim të kufizuar në vendet kryesore eksportuese si Vietnami, Indonezia dhe Brazili. Çmimet botërore të kafes arritën një nivel të lartë shumë vjeçar në vitin 2024, duke u rritur 38.8% nga mesatarja një viti më parë, kryesisht të nxitura nga modi keq që prek vendet kryesore prodhuese, tha Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara FAO.
Sipas një raporti të agjencisë mbi tendencat e tregut global të kafes në dhjetor 2024, Arabica, varianti me cilësi më të lartë i favorizuar në tregun e kafes së pjekur dhe të bluar, u shit me 58% më shumë se një vit më parë, ndërsa Robusta, e përdorur kryesisht për kafe të çastit dhe për zjerje, pati një rritje të çmimit prej 70% në terma real. Kjo shënoi një ngushtim të diferencës së çmimeve midis dy varieteteve për herë të parë që nga mesi viteve 90. Agjencia Ndërkombëtare e Ushqimit tha se çmimet e eksportit të kafes mund të rriten më tej në 2025, nëse rajonet kryesore në rritje përjetojnë reduktime të mëtejshme të konsiderueshme të ofertës. Faktorët kryesorë që ndikuan në rritjen e fundit të çmimeve përfshin sasi të kufizuara të eksportit nga Vietnami, ulje të prodhimit në Indonezi dhe mot të pafavorshëm që ndikon në prodhimin e Brazilit. Në Vietnam moti i thatë shkaktoi një rënje prej 20% të prodhimit të kafes, me eksportet që ranë me 10% për të dytin vit radhazi. Në mënyrë të ngjashme në Indonezi prodhimi ra me 16.5% në bazë vjetore si pasojë e rreshjeve të tepërta që dëmtuan të korrat e kafes. Eksportet ranë me 23%, ndërsa në Brazil kushtet e motit të thatë dhe të nxehtë shkaktuan rishikime të njëpasnjëshme në rënje të parashikimit të prodhimit me vlerësime zyrtare, që kaluan nga një rritje prej 5.5% në bazë vjetore në një rënje prej 1.6%. Kostot më të larta të transportit u zbuluan gjithashtu se ishin një nga faktorët që kontribuan në rritjen e çmimeve botërore të kafes. Të dhënat e hershme tregojnë se në dhjetor 2024 rritja e çmimeve botërore i detyroi konsumatorët të paguanin 6.6% më shumë për kafen e tyre në Shtetet e Bashkuara dhe 3.75% më shumë në Bashkimin Evropian, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Çmimet e larta duhet të ofrojnë stimujt për të investuar më shumë në teknologji dhe zhvillimin në sektorin e kafes, i cili mbështetet kryesisht te fermerët e vegjël për të rritur qëndrueshmërinë ndaj klimës, thon burime zyrtare nga Agjencia e Ushqimit dhe Bujqësisë, duke shtuar se ndryshimi i klimës po ndikon në prodhimin e kafes në terma fatgjat. Organizata mbështet shumë nga vendet prodhuese të kafes për të ndihmuar fermerët të adoptojnë teknika rezistente ndaj klimës, që kontribuojnë gjithashtu në rivendosjen e humbjes së biodiversitetit. Kemi ardhur kështu në fund, por unë kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni dhe në adresën tonë në internet skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë, natën e mirë.